Përshëndetje zoti Bytyqi. A mund të na tregoni si ka shkuar i gjithë procesi zgjedhor deri në këtë orë? Po procesi zgjedhor kryesisht deri më tani ka qenë i qetë, është me rrezik të cekës e policia për rastin e zgjedhjeve, më këto zgjedhje dhe zgjedhjet e kaluara gjithmonë përgatitet me kohë. Edhe kemi përgatitur plan operativ për zgjedhjet. Në kuadër këtij plani operativ është marrë parasysh që të bëhet përgatitje për angazhime të caktuara, siç është për shembull shpërndarja e policëve nëpër pikat apo qendrat e votimit, si dhe në rrethin, përcjellja e materialit zgjedhor që merret nga qendra kryesore votuese deri në qendrat komunale nëpër pikat nëpër qendrat votuese, si dhe patrollimet rreth qendrave votuese. Policia kujdeset që të koordinohet edhe me të gjitha veprimet e veta e koordinon me qendrat komunale të zgjedhores edhe me prokurorët e shtetit, të cilët janë angazhuar për këtë rast ka prokuror kryestar. Na gjatë kohës kujdesemi që të garantojmë sigurinë e qytetarëve, sigurinë e të gjithë stafit dhe të gjithë atyre që marrin pjesë në procesin zgjedhor, si do të garantohet liria e votimit. A mund të na tregoni, a ka pasur ndonjë ankesë nga qytetarët për pengim të procesit zgjedhor apo diçka tjetër? Ka pas dy ankesa nëpërmes e-mailit, nëpërmes aplikacionit Informa Policin, kanë ardhur dy ankesa me një qendër votuese motra Qiriadhe në lagjën Kurilla të Prizrenit. Policia ka dalë me në zjarë dhe ka konstatuar se nuk ka elemente për me iniciuar në rast. Ju personalisht vetë a keni dalë dhe keni, si të themi, keni inspektuar terrenin sa i përket këtyre zgjedhjeve? Po, edhe unë kam dalë personalisht në për disa qendra votuese dhe do dalim prapë më vonë. Do të thonë këtë qendrat e votimit kanë qenë në rregull, nuk ka pas ndonjë parregullsi. Kryesisht duke shkuar në rregull, qetë qytetarët janë dalë me votu. Policia është në afërsi. Mirë është tani. Faleminderit zoti Bytyqi.